Përshëndetje miq. Jetojmë në një botë në ato që e konsiderojmë shpesh herë në zhargon të përditshëm pluralizëm. Është një botë me kompeticion të vlerave, të mendimeve, e madje në sferën e religionit edhe një kompeticion që mund të konsiderohet i religioneve. Në botën në cilën jetojmë, konsiderohet statistikisht se ka rreth 4300 fe të ndryshme. Secila prej tyre, në mënyrën e vet, pretendon e meton se tregon rrugën për tek Zoti. Dhe nëse është kështu, atëherë cila fe është e duhura? Kjo është një pyetje me cilën përballemi kaq shumë herë. Njeriu duke u përpjekur për të kënaqur Zotin, ka shpikur mënyra të ndryshme, e forma të ndryshme, e rituale të ndryshme, se si mund të krijoj rrugë të ndryshme për të shkuar tek Zoti. Njerëzit, madje që e kanë trajtuar ose janë marrë me sociologjinë edhe me çështjen e religionit, kanë zgjerrur edhe ata botë kuptime të ndryshme e madje edhe përkufizime se çfarë është religioni. Njëri ndër më të veçuarit e që njihet më së tepërmi madje edhe përmendet në popull është ai i Karl Marxit, i njeriu të njohur për komunizmin e për qëndrimet e tij komuniste. Ai e kishte konsideruar religionin si një opium për njerëzit. E dikush tjetër madje kishte thënë se religioni është të bësh mirë. Dhe mu këtu qëndron edhe çështja. Nëse religioni është mënyra se si ne mund të bëjmë mirë për të kënaqur Zotin, pyetja e menjëhershme që pason është sa prej njerëzve në këtë botë ja kanë dalur që të bëjnë mirë. Sa prej njerëzve kanë arritur që duke bërë veprat e tyre kanë mundur ta kënaqin Zotin. Disa prej nesh, ne mohojmë vetveten tonë, bëjmë veprime vetmohuese, duke hequr dorë madje prej ushqimeve, duke agjeruar me rregull, në mënyrë që Zoti mbase do ta pranojë atë. Disa të tjerë bëjnë forma të tjera duke u zhigavur e duke bërë edhe veprime e gjeste të tjera. E madje shumësisht edhe duke ecur me kilometra të tëra, e madje edhe duke u zvarritur për të arritur tek një pikë e lartë ku eventualisht mund të jetë Zoti. Të gjitha këto janë bërë në mënyrë që eventualisht Zoti do ta shohë këtë devotshmëri e besnikëri tonë ndaj tij dhe do tregohet i mëshirshëm. Qëllimi final i religionit ose madje i mësimit të religionit duhet të jetë gjithsesi që qenia njerëzore më në fund të kthehet tek shpëtimtari, të kthehet tek krijuesi i vet. Sa prej nesh ja dalim në gjë të tillë. Apostulli Paul e trajton këtë çështje në mënyrë që shpesh herë për ne mund të tingëlloj paksa edhe si zhgënjyse. Ai thot për veten e vet se si mëkati e kaplon njeriu dhe madje njeriu edhe kur tenton të bëjë mirë, e gjen veten duke bërë keq. Është natyra mëkatare, është mëkati në njeriu që nuk e lën atë asnjëherë që të dalë nga kjo vorbull, nga kjo baltë e zezë në cilën ndodhet. E madje nëse është kështu, atëherë a ka shpresë? A ka shpresë për qenien njerëzore dhe veprimet tona religjioze, a mund të na ofrojnë ato mënyrën për të dalur nga kjo? Me ki dashur, më lejo të jap shpresën. Dhe madje shpresa nuk ndodhet tek religioni, sepse në këtë që shpesh herë njerëzit e kanë quajtur një market religionesh e fesh në botë, cila është më e mira, madje ka shumë pyesin nëse të gjitha çojnë te Zoti, pse kemi nevojë për kaq shumësish, duket se ngatrimi bëhet akoma më i madh, në vend që kjo të na ofrojë neve një farë lloj sigurie. Me ki dashur, duket që i vetmi që kishte sjellur një përgjigje në pyetjen e madhe është vetë Jezus Krishti. Për dallim për të gjithë themeluesve të feve të ndryshme, të cilët kishin prezantuar disi një farë lloj udhe për tek Zoti, Jezusi bëri dallimin qeniesor që asnjëri prej tyre nuk mund ta thashte. Asnjëri prej këtyre themeluesve të religioneve nuk ja doli të bëj një pohim të tillë që thot unë jam rruga e vërteta dhe jeta, dhe se askush nuk shkon tek Ati veç se nëpërmjet meje. Jezusi ishte i vetmi
i cili e bëri një pohim të tillë. Ai nuk foli për religionin, ndonse disa njerëz ja kanë atribuar krishtërimin si fe që ai e ka themeluar. Ai nuk është të themeluar një fe, ai erdhi për të shfaqur rrugën. Kështu që miq i dashur, ndërsa ne bëjmë gjithë ato orvatje e përpjekje për të sjellur veten tonë, për të ardhur tek Zoti, madje me shpresën edhe të agjerimi që eventualisht do të na i falë mëkatet tona, duke bërë sa më shumë agjerime, sa mënyrë sa më të rregullt, duke bërë sa më shumë rituale tjera, duke vendosur edhe shenja në fytyrën tonë, ku e diçka tjetër se këto do të na ofrojnë shpëtimin. Miq i dashur, Jezusi e kishte përgjigjen krejtësisht tjetër. Ai tha: "Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta, dhe askush nuk shkon tek Ati, veçse nëpërmjet meje." Është lutje e zemrës time në këtë kohë, ndërsa je duke bërë gjitha përpjekjet për të arritur tek Zoti, tek shpëtimtari, tek krijuesi jon, që ti të gjesh përgjigjen tek Jezus Krishti, edhe te deklarata e tij, që e bën të veçantë nga themeluesit e çdo religioni tjetër në botë. Zoti të bekoft, e Zoti të shfaqt ty, ashtu sikur më shfaqur mua edhe shumë njerëzve tjerë në botë.